Okej, Iqbali, do kthehemi pastaj edhe tek paragjykimet edhe tek loja brenda në pik, por dua ta përshëndes dhe Luanin, të cilin e kemi në lidhje me video call. Përshëndetje Luan. Përshëndetje, si jeni, a jeni mirë? Si je? Fillimisht si je me shëndet? Mirë. Unë gjithmonë thom mirë për mu bo edhe ma mirë. Po shpresojmë që do të shohim mirë e ma mirë edhe ta kaloni këtë pjesë. Por fillimisht më trego si u ndjeve atë natë kur e takove Iqbalin të rregulluar, të ndresht mund të themi për me hym beg. Ka mendu se ka me hi dhëndër prapa atë natë ajo. Dhoma është gati, zotri Luan. Vesh aje që henë se dhomën e ki gati të në Dhoma onë. është gati, Luan. Dhomën e ki gati, po thojnë opinionist, kështu që merr Iqbalin e hyni të dy së bashku. Që të keni derën, ofër. Unë është me hedhe dhondër, së ndaljon kërkush. Gati një muj dit jena përgatit për Big Brother, me gardarob, me psikologji, me tjera e tjera, po ja që diçka do njëherë si kemi cendet në dur tona. Do njëherë edhe Perëndia ndikon, natyra ndikon, ashtu që ja kështu ishte, por unë jam masi i bindun që Iqbalja ka një bagazh shumë të madh, ka dy fakultetet në universitet, ka magistraturën të përfunduar, besoj që kishte me fitu, me gjithse vetë fakti që po të kishte marrë pjesë, me siguri kishte pas shumë sukses dhe kishte pas ndikim të gjithë populata, jo vetëm të ato pjesëmarrës të cilët janë sikur fëmijët e saj. Luan, ma herët ta Iqbalja, unë e keshtu hi, po në minutë të fundit u zverdë Luani edhe unë e thash jo nuk hi. Pse u zverdë o burë? Autute, a pse, a qka ndodhe? Jena konë spital deri në ora 2. Parkinsoni është një